إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. Hamdi, madhrimi I takon Allahu Jalla Ta'ala, paqja bekimet e tij qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e profetit, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë pasuesit e tij, ata të cilët e ndjekin rrugën, mësimet e tij deri në kiamet. Vëllezër besimtar, jemi brenda një muji të veçantë, një muj që Allahu Jalla Ta'ala e ka beku me shumë mirësi. Të gjithë besimtarët të cilët janë brenda, janë duke e respektu, I kanë bo konak këtij musafirit Zotit që ka ardhur në shtëpia tona, secili prej nesh din t'i tregoj këto begati, din t'i tregoj këto dhunti me të cilën Allahu e ka sjellë këtë muaj, sepse çdo njeri prej neve është dëshmitar I një ndryshimit në veten e tij, në familje, dhe kudo që gjendet në mesin e besimtarëve, ai sheh se diçka rreth neve ka ndryshuar. Dhe prej gjanave kryesore që I vijnë besimtarit, I vijnë të di mësimin të bazë për këtë adhurim kaq të madh. Sepse të ndërum, sa herë që ne kemi vetë dije, sa herë që ne kemi dije më shumë për një çështje, ne dim ta vlerësojmë, dim ta ruajmë më mirë, dim ta respektojmë, ta nderojmë e kështu me radhë. Mësimi I parë që ne besimtarët e mësojmë prej agjerimit, e mësojmë se agjerimi është shtyllë e adhurimeve. Pra, Allahu ka dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka shpjeguar në hadithet e tij se një ndër shtylla e katër ose një ndër 5 shtyllat e Islamit është edhe muaji Ramazanit. Kjo I tregon besimtarit kur e merr këtë mësim, e merr bazën, themelin, dhe e din se ky muaj qenë ka një prej 5 shtyllave kryesore të fesë së tij, atëherë nuk ka dyshim se besimtari është më I kujdesshëm për ta ruajtur dhe asnjëherë agjerimin e tij nuk e çet në pazarët e kësaj dynjaje për me ndru ose me shit me diçka e cila është teje e ult në krahasim me vlerën që ka, që Allahu e ka treguar në disa vende në Kur'an, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në hadith, dhe gjithë muslimanët kanë konsenzus ijma se ky është farz prej farzeve të Zotit. Mësimi I dytë që e mësojmë prej agjerimit të se agjerimi është barazina e adhurimit. Agjerimi nuk bën selektime mbi bazën racore, mbi bazën e privilegjeve të cilat I kemi në dynja. E që kam qëllimin mbi bazën racore ata të cilët janë muslimanë, që duhet me agjeru ata që janë me ngjyrë e nuk duhet me agjeru ata që janë të bardhë, ose duhet me agjeru ata që janë të varfër në status shoqëror më të ulët dhe nuk duhet me agjeru pasunik sepse kanë parë dhe mujnë me pagu agjerimin e tyre, edhe pse shpeshherë kemi pas tire dhe mesazhe për njerëzve të cilët ka thonë hoxhë, a mëjnë me pagu agjerimin tem, jo ti s'mundesh me pagu kur, me qenë pasuniki më I madh I kësaj dynjaje, me qenë njeriu që posedon pasurinë e kësaj dynjaje, nuk mundesh ti me bosh pagimin e agjerimit. Por të gjithë njëjtë duhen më ullë në sofrën e agjerimin, sepse ky adhurim kaq I madh tregon barazim në adhurime, kur disa dietarë
bashkohore kanë quajtur edhe si një varfëri e përkohshme që kanë me shiu të gjithë. Ata që janë të pasur edhe ata që janë të varfër. Dhe ky është model. Pra, të gjithë kanë më ullë me një sofër, të gjithë ullën me një tavolinë dhe i shohme. Kryeministri, muftiju, hoxha, xhamati, gjithë do thotë rreth, të gjithë janë me një sofër dhe nuk mund të dikush ta fillon ose ta mbaron agjërimin e tij, por gjithçka shkon me një ecje kaq estetike dhe kaq hynore se veç Allahu xhalla taala me dijen dhe urtësinë e tij e ka dizajnuar kaq bukur këtë adhurim kaq të madh. Ajo që shihet tjetër për mësimin 3 është se agjërimi është mbrojtje dhe dukem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë agjërimi është mbrojtje. Vazhdon profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe kur dikush prej juve të jetë agjërueshëm dhe të mos flas fjalë të mbyta dhe mos të bërtas. Po e shoh apo e provokoj dikush fizikisht dhe të thotë, unë jam agjërueshëm. Pjesa parë, mburoj, e krijon një mburoj, ka në transmetime tjetër se është mburoj prej zjarrit. Agjërimi pra e mbron njeriu, ditën e gjykimit njeriu kur del para Zotit të tij, agjërimin që e ka një mburoj, e ka një garancë hyjnore me të cilën ai e ka ndërtuar nga sa ka qenë gjallë në jetën e kësaj bote. Dhe ajo që është teje primare në fejën tonë që është pjesa teje të rëndësishme, pjesa e tretë e fejës tonë, ku një pjesë është besim, një pjesë janë adhurime, është edhe pjesa e pandashme e edukimit që kemi tonë në çdo adhurim, besimtarët nuk mund ta bëjnë adhurimin, nuk mund ta kryjnë vetëm se me pjesën e edukimit, siç u pa në hadith, se edhe fjalët, edhe fjalorin, edhe sjellët të gjitha provokimet me të cilën ballafaqohet besimtari, ai tregon të tjerëve se unë jam agjërueshëm. Kjo është ajo eleganca e agjërimit, kjo është ajo estetika, kjo është ajo bukuria kur njeriu i tregon, ai që është agjërueshëm i tregon të tjerëve se unë për momentin jam i angazhuar me një projekt të rëndësishëm dhe për momentin nuk kam kohë për më marrë me gjana të ulta. Dhe mësimi i fundit, mësimi i 4 të cilën na vjen ta mësojmë se agjërimi është zgjedhje jo imponim. Dietarët kur kanë folë bashkohor, kanë treguar se agjërimin Zoti xhalla taala e ka bërë farz në Medinë, jo në Mekë. Për arsye kanë thënë dietarët se derisa kanë qenë muslimanët në Mekë, kanë qenë në një gjendje jo të mirë ekonomike. Ka dominu varfëria, ka dominu friga, një çrregullim i asaj kohe në rendin shoqëror e kështu me radhë, ka qenë nën bojkotin dhe nën sanksionet që janë vendos nga fisët e asaj kohe. Dhe Allahu xhalla taala ka dashur pikërisht që agjërimin kur të kalojnë në Medinë, pas 2 viteve të kenë stabilitet, vendosën në për shtëpitë e tyre, fillon tregtia, biznesi, eci jeta shoqërore në normalitet, Allahu i thot muslimanëve tash do një më agjëru. Ka thënë dietarë për arsye se sikur të agjëronin muslimanët në Mekë, ata do të akuzoheshin se ju po e bëni këtë nga varfëria, se keni çfarë pa agjëru, sepse s'keni çka me hangër dhe çka me pi. Ato momentet ose ato kohë vitet që njën si vitet e krizave dhe ushqimit që kanë qenë në Mekë, por Allah xhalla taala për të ruajtur gjithherë Zoti imazhin e fesë, Allahu ka bërë pra që muslimanët kur të kalojnë në Medinë të agjërojnë. Imazhi vëllezër është shumë i rëndësishëm për ta ruajtur, sepse ne si musliman kemi një barë dhe një përgjegjësi. Andaj sa herë që ti gjendesh në një vend, gjendesh në një pozicion, po do me veprumi diçka që e prish imazhin e fesë tënde, ti shumë pas kujdes sepse ti bardh edhe diçka me veti një bagazh që njihesh si besimtar, njihesh si namazli, njihesh si njeri që agjeron Ramazanin,
njihesh si njeri i cili i praktikon mësimet e Allahut dhe mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për atë agjërimin mbetet një zgjedhje vullnetare të cilët besimtarët e kanë, e asnjëherë nuk ka qenë imponim, as nuk do të jetë imponim prej askujt. E lutem Allahun xhella ta'ala që Zoti na bën për atyre që marrin mësime, praktikojmë atë, dëgjojmë të vërtetën, praktikojmë atë, ndëgjojmë të kotën dhe largohemi prej saj. Lutem Allahun këtë ditë të Ramazanit, këtë ditë të Xumaut të bekuar, sepse Allahu pranon lutjet e besimtarëve.